Mirë se erdhët. Do ta nisim programin sot me një deklaratë publike në lidhje me programin e datës 3 dhjetor të vitit 2025, ku në Living Day ka qenë i ftuar avokati Zaçe Islami. Dua të sqaroj se Media Vision shpreh qartë dhe pa ekuivok distancimin e saj nga çdo formë e përdorimit të gjuhës së urrëties, përfshirë çdo deklaratë apo përmbajtje që cënon dinjitetin e personave të komunitetit LGBTI. Ne besojmë se media ka përgjegjësi thelbësore në promovimin e respektit, barazisë dhe dinjitetit njerëzor. Çdo gjuhë që nxit përjashtim, diskriminim apo stigmatizim bie ndesh me vlerat tona dhe standardet profesionale që udhëheqin veprimtarin ton. Media Vision SHPK mbetet e angazhuar për të garantuar një komunikim të përgjegjshëm, etik dhe gjithëpërfshirës, duke respektuar të drejtat themelore të çdo individi pa dallim. Në rastet kur përmbajtje të papërshtatshme mund të jenë transmetuar, ne i marrim ato seriozisht dhe do të ndërmarrim masat e nevojshme për të parandaluar përsëritjen e tyre në të ardhmen. Thënë kjo, ndrojmë plotësisht atmosferën. Sot në mbrëmje është Ferma VIP dhe ne do të flasim pikërisht për të. Do ta nisim bisedën sot me një ndër të eliminuarat që ka lënë një shije kaq të mirë në publik, mirëpres me shumë kënaqësi, DJ Fairfax. Përshëndetje, mirë se vjen. Çfarë sharmi ke? Wow, ka që bukur, ndihe kjo gjë edhe përmes kamerave, por nga afër ke një energji të jashtëzakonshme, shumë komplimenta. Shumë faleminderit. Personalisht jam e keq ardhur që ti ke dal nga Ferma, edhe ti aty këtu sigurisht që e ke shprehur që ky rrugtim përfundoi, me këtë energji edhe pozitivitet që ke, me siguri rrugtimi yt mund të kishte shkuar shumë larg. Megjithatë, ne tani jemi këtu përballë njëra tjetrës për të bërë këtë bisedë. Si kanë qenë këto ditë për ty? Shumë të bukura, nuk e prisja që publiku të më donte kaq shumë. Më kanë pritur me duar hapur, me krah hapur, si i thonë. Edhe shumë emocione të drejtën, dalë në rrugë edhe të gjithë më njohin, më thonë DJ Fairfax, është një si e mirë. Komplimenti apo komenti më i bukur që të kanë bërë deri tani? Kanë parë pak më shumë nga unë, sepse unë në qoftë se nuk më njeh, mund të duken pak arrogante ose pak ndryshe nga Instagrami, dhe prandaj ishte arsye pse unë u futa te Ferma, që të më njihnin pak më shumë si person, jo vetëm si imazh. Dhe ka marrë komplimenti, jam e ciltër, më kanë thënë, e dashur, edhe këto kanë qenë që... Pra ti ja ke arritur qëllimit tënd. Po. Visioni yt, si thua, në këtë pikë të paktën, është kompletuar edhe publiku, ka patur mundësinë të të njohë edhe si artiste më tepër, por nga ana tjetër, çka është shumë e rëndësishme të të njohë si person, megjithatë dashamirësinë edhe mirësinë që ti ke. Si po e sheh tani Fermën nga jashtë? Po shikoj disa gjëra që unë i prisja të ndodhnin. E dija, isha kështu, kur, hajde, filloni. Dhe jam e mosën. Ishte vetëm çështje kohe, domethënë që disa persona të tregoheshin në publik ashtu siç ti ke ndjer nga brenda. Patjetër, po. Dhe i referohesh kujt? Marrëdhënies Indri Vanessa, marrëdhënies Adiola. Po, këto unë i dija që do ndodhnin, ishte punë ditësh. Po pse e dihet që do të ndodhnin? E ke thënë që ishin natyra flirtuese dhe, si të thuash, ishin në kërkim të vajzës që do t'i përgjigjej. Po, po, këtë kam kuptuar unë atje. Thjesht vari se kush do ishte prej ajratës. Ka persona të cilët të kanë zhgënjyer, po themi, të kanë surprizuar për mirë, dhe cilët janë ata që të kanë surprizuar për keq ose jo për mirë? Njësoj siç kanë qenë brenda, ashtu më janë duk dhe jashtë. Moza ka qenë e vetmja që vërtet jam ndier shumë okej dhe brenda dhe jashtë. Nuk e dija që Moza po bënte namin jashtë të drejtën, po e meriton dhe... E ndjenit ndo pak ju për pëlqimin që mund të kishte gjithë secili, jo vetëm Moza, po me qenë se ju referove asaj. Pra nga situatat që ndodhnin aty brenda, mendonit se kush mund të ishte më i pëlqyer, ose kush mund të kishte vëmendjen komentet më të mëdha nga jashtë? Arritje ta perceptoje? Apo nuk duhet ta mendoje fare këtë gjë? Jo, të drejtën, unë kujtoja se isha një nga të preferuarat,
Ngela çdo herë nominim. Ja, more dorë. Sfidave nominimi gjithashtu. Po, sfidat isha keq, lejes. Kisha edhe gjurin keq, por nuk viktimizohesha. Jo, e vërtet, edhe publiku e ndjeu këtë gjë. Por nuk arrihet që të perceptoj. Mendoje që vetë, po mund të ishe e pëlqyer. Po, çdo herë që më dilte emri në nominim, thjesht thoja si ka mundësi, sepse kam qenë shumë aktive, kam pas shumë dinamika, edhe diskutime të ndryshme, kam pas disa arguments me disa nga personat aty që me sa kam parë nuk është se kanë dalë në publik, por kanë qenë për të dalë. Kanë qenë prezente dhe kanë ndodhur aty. Personazhe që mendoje se në publik po dilnin keq për shembull, ose Gresa. Se ndodh diçka kur je brenda dhe ti ke patur mundësinë që ti ballafaqosh perceptimet e tua nga brenda me atë që ke parë jashtë në realitet. Për mua Gresa, them të drejtën, sepse kishte disa reagime shumë rinte mendoj 2-3 orë se ç'a do nxilte edhe vinte kot, do me thënë, takonte të puthe, pastaj thashë mos ma bëj më këtë. Dhe unë jam me lavin që ose ma bëj direkt, s'pëlqen diçka thuaje direkt, jo trisht mendohesh edhe se loj, po tjetë loj e lezetshme, jo vetëm hajde shpikim diçka edhe të kryem një loj. Dhe Gresa të zhdukur personi që kryon situata për të marrë vëmendje nga hiçi. Mirë, ne do të vjojmë të flasim për fermën, do të flasim edhe me të ftuar të tjerë, por këtë pjesë të bisedës dua ta përqendroj te karriera jote. Çfarë po ndodh? Je e ftuar në më shumë vende, më tepër vizibilitet, ku janë performancat e tua, cilat janë qëllimet e tua në karrierë? Unë nuk jetoja këtu, a më erdhi ky propozim i fermës dhe vendosa të shpërngulesha. Unë kam dëshirë që të kem eksperienca të ndryshme dhe thash pse jo, si ofertë ishte lezetshme ta provoj. Se jetoja në Barcelonë, kam ardhur këtu vetëm për 4 ditë dhe ngela këtu. Tani, në jug do jem shumë gjatë verës, edhe në Tiranë në disa vende, nuk mendoj se mund t'i përmend si vende, por kuptoj që ke marrë rezervime dhe agenda jote është plot për sezonin veror. Mund të shikoni në Instagram datat e mia që do jem duke i publikuar. Gjithashtu edhe për modeling kam pasur shumë oferta. Po si jo? Kush do të linte këtë portret të mos e vendosë në qendër të fokusit të kamerave, të aparateve. Faleminderit. Më bëhet shumë qefi që për pak kohë brenda fermës, mund të zhvillosh një karrierë siç të kishte munguar këtu në Shqipëri. Unë shqiptare jam, edhe me gjithë qejf të them të drejtën, kisha qejf që të krija diçka në Shqipëri, pavarësisht se unë synimet i kam për jashtë shtetit, botërisht, me punën që unë kam, DJ dhe producente. Në datën 29 maj, mos të harroj, del kënga ime e parë me një Afrikan që quhet Udora. Sa bukur, faleminderit shumë që ndave këtë lajm. 29 maj, bukur shumë suksese. Këtë vit do kem të paktën 3 deri në 4 këngë që do i publikoj gjatë vitit. Që ke goxha e frymzuar. Po, kam bërë shumë, kam punuar, do me thënë, kam qenë këtu vjet për disa muaj, pastaj ika dhe kam bërë vetëm producing për 6 muaj, diçka e tillë. Po kam qenë shumë e frymzuar që bashkëpunimet vuto, me thënë, do kemi qira shumë të bukura. Jam shumë e lumtur, ndihet në entuziazmin tënd, do të jenë projekte që publiku do t'i shohë me shumë dëshirë dhe me shumë kënaqësi. Është ky momenti që tashmë spotet dritat janë tek ju edhe priten me shumë kuriozitet gjithçka sa ju do të realizoni. Ka artistë të cilët e kapin këtë moment edhe lënë gjurmë, jam e bindur se do t'jesh një ndër ta. Ne na duhet të shkojmë në një hapësirë publicitare, ti do të vjosh të qëndrosh me ne deri në fund të programit sot, por do të na bashkohen edhe të ftuar të tjerë, sepse do të flasim për disa nga situatat të cilat kanë marrë vëmendjen më të madhe gjatë ditëve të fundit, edhe opinioni yt i drejt për drejt më intereson shumë. Patjetër. Faleminderit.